Dhe kjo goditje është një goditje e cila natyrisht tregon mjaft qartë lidhjen e strukturave tonë të goditjes krimit të organizuar me të gjithë strukturat, themi tani partnere, dhe kjo është një vlerë e rëndësishme e gjithë të procesi, e cila u kurorëzua me këtë akt i cili realisht ka dhënë efekte jo thjesht në arrestin e këtyre personave, por në backgroundin mediatik, propagandistik dhe inkosisht dhe mesazhin e qartë që ajo jep në opinionin publik shqiptar. Dhe mesazhi është tani i konsoliduar. Spaku nga vëmendja drejt problemeve elektorale, të cilat për të vërtetës ishin prioritare, dhe strategjia e Spakut për ndërtuar, jo vetëm e Spakut, por dhe prokurorisë reduksionit përgjithshëm për ndërtuar ato task forcat, prodhoi një frym ku njerëzit ndjenin që përballë shkeljes ligjit kishin dikë i cili të ndeshkonte realisht. Tashmë u rikthyen në atë mision që ne ja kemi kërkuar prej kohësh dhe vazhdojmë ta mbështesim, kuptohet.